është rrugë e besueshme kjo që keni ju apo sjeni? Me leje? Dhe ta mbarë pyetjen se kam të komplekse. Shqiptarët tu rrudhën, thotë, ore, është anekdota e Gomarit me atë që bën me Samargjiun, e diti. Kur vdi Samargjiu, gjithë gomerët e fshatit fillon të hedhin valle. Një gomar plak rind aty dhe nuk hidhte valle. Erdhën ta gomerët e ri thanë, o xhax, pse kërcedhe ti? Po ç'të kërcej tha, ku i diet si vjen Samargjiu ri tha, ky vjetin ne kishte marrë masën e kurrizit tha. Edhe na vjen njëri tha dhe na e bën tha kurrizin gjak. Tani ideja është, shqiptarët e kanë të sindromën e gomarit plak, thonë, ore, jo ma isha, jena mësuar me këtë... Po integritetin e kandidatëve. Tani më thuaj. Ashtu. Tani po flasë ngurësisht për ne. Po. Që nga dashe Tenke Ledi, unë dhe Zatë Kup, i Cene Lezi, që është boshti i këti koalicioni, dhe jemi njerë... E të tjerë. Dhe disa tjerë, Valeri Selda, Gron Kaplani, tjetër. Ben Muqa, student djetori. Kemi diferencë nga partitë tjetër. Ama me të studentët djetorit. Që djetorit. kam thënë gjithmonë. Mirë, që ta mbaroj, dakor. Lutem. Se ti gjithmonë keni gjë për të, po ta mbaroj. Edhe unë kam shumë gjëra për të. Jemi i vetmi grup nga partitë e reja që kemi eksperiencë gjatë politike dhe kemi treguar që kemi bërë betejë brenda partisë. Pastaj kemi dalë në garë edhe me kundërshtarin që është në pushtet. Pra, kemi treguar integritet. Kur ajo? Një. Jemi e vetmi koalicion që jemi të qartë nga pikpamja politike. Pse avu me emrin djathtas? Sepse jemi të djathtë. Jo për të përjashtuar popullin e majtë, të lutem Tori. Po them disa gjëra. Një. Çfarë kemi thënë? Kemi thënë çështën e pronës, ne jemi gjithë familje pronash. Duhet kthehen të gjitha pronat e lira nesër, nuk na pengon asgjë. Po s'kamër kullur, jam vetëm për pronën time, kam postoj vetë, nuk ka. Çfarë do të s'kam? Unë kam 200 hektarë të mia, janë lira ti thua s'ka. Çfarë po flet? A janë lira merr? Po ti lira unë i mor, ti vegar. Po jo, po ti lira po. Po çfarë po them, po ti prona, se unë kam pronë për konstruksion dhe më thanë vetë ti, ku do ta morësh, nuk ka. O lirë. 75% e fondit të pronave në Shqipëri janë kullota, pyje, livade. Janë të gjitha të lira. Nuk u do qefi të kthejmë. As partisë time ish, as ti sot. 2. Qa u kushton të bëjnë decentralizimin? Njerëzit sot, të gjitha rrethinat e qytetit mëdha janë të papërfaqësuara, janë të padëgjuara, janë të pashërbyera. Merr rastin e Tragjasit. Vjen kryeministri, e merr ujin e fshatit që ka 2000 vjet fshat, që s'ka lënë pushtues pa luftuar. Dhe ja çon shoku tim palaz, që të lajnë, më fal për shprehjen, prapanisën pishina, këta që pastrojnë lekët. Kjo të duhet qeverisë normale ty? Dhe u thot në telefon, janë sa të çmendur Tragjas që protestojnë. Kush i thot çmendur ky? Kush është ky më që i thot fyetarë vetë çmendur? Që e kanë votuar 78% 2020. Dhe unë s'kam asgjë. I kam njerëz të krajinës. Okej. 3. 2 të reform. Jo, se po më bëre 1 minutë. A më pyete ku i ke identitetin? Ja po ta Jo, them. nuk thash të identitet, është alternativë. Po alternativë. Po më ndalove këtu, më bie emisioni i ofare. Vajtin e Shabani tani. Me që kullur. Të Shabani? Po ti ku vete ti? Jo, të Shabani që kishim këtu, jo, jo me mua të bene. Po tamam atje vajte. Jo ironi me mua. Sepse këtë minutash po bën fushat elektorale, po nuk jemi në këtë panel. Po çfarë jemi, ti bëj fresk Ramës tu? Jo, më jo, kullur. Deri tani asnjë jo me mua to se jam ndër unë. Deri tani. Jo me mua, të lutem. Deri tani. Arben, po të lutem jo. Deri tani, do të zgjedh 2 paketa për lanit, ja çosh në burg. Deri tani, unë nuk i kam bërë gjysmë elozh i Ramës. Ke zënë 4 herë në gojë që i bën elozh i Ramës. Unë se kam zënë në gojë Ramës. Po pse u bën nervoz? Për kë i kishe këtë batutë atëre? Për kë? Për ata që thonë që Rama do fitojë prapë.